Komisioni Shtetëror I Zgjedhjeve shpalli të pavlefshëm vendvotimin në të ardhës pasi ndikon në rezultatin e zgjedhjeve. Rivotimi shtyn afatet për formimin e qeverisë së re. Formimi I qeverisë mund të zgjasë deri në fund të muajit shkurt. Profesorit të drejtës kushtetuese Bajram Pollozhani vlerëson se koalicionet pas zgjedhore vendosin se kush do ta formojë qeverinë nëse kemi barazim mandatesh. Qeveria amerikane dënon retorikën e ish-kryeministit Nikola Gruevski, I cili kritikoi punën e ambasadorit amerikan në Shkup. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi sërish me lajmet këtu në televizorin Shenja. Komisioni Shtetëror I Zgjedhjeve shpalli të pavlefshëm vendvotimin numër 2011 në komunën e të Arcës pasi numri I përgjithshëm I votuesve të regjistruar në këtë vendvotim ndikon në rezultatin e përgjithshëm në nivel të njësisë zgjedhore numër 6. Të dielën më 25 dhjetor do të rivotohet në këtë vendvotim. Me 9 vota pro dhe asnjë kundër, KSZ shpall të pavlefshëm vendvotimi numër 2011 në komunën e të Arcës në njësinë zgjedhore numër 6. Votimi në këtë vendvotim do të përsëritet më datë 25 dhjetor, gjithsesi 14 ditë nga dita e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Bëhet fjalë për ankesën e paraqitur nga koalicioni kryesuar nga LSDM, të cilën e ka pranuar gjykata administrative dhe të cilën paraprakisht KSZ e pati refuzuar. Na presudата на Управен суд со кој е поништено. Në bazë të vendimit të gjykatës administrative, për arsye se numri I përgjithshëm I votuesve të regjistruar në këtë vendvotim ndikon në rezultatin e përgjithshëm në nivel të njësisë zgjedhore numër 6, përsëritja e votimit në vendvotimin numër 2011, komuna e Arcës, do të mbahet më 25 dhjetor 2016, respektivisht 14 ditë nga dita e zgjedhjeve. Për vendimin e gjykatës administrative në seancën ku u shqyrtua ky vendim nuk pati ndonjë debat. I vetmi që kërkoi fjalën ishte Bedredin Ibrahimi, përfaqësuesi I PDSH-s në KSZ, I cili tha se nuk do të komentojë mbi vendimin e gjykatës, megjithatë ai tha se një organ gjyqësor ka zgjedhur për 3 minuta një problem për të cilin KSZ është marrë për 2 ditë radhazi, duke shqyrtuar fakte. Ndërkaq nga IT sektori pohuan se numri I votuesve të regjistruar në këtë vendvotim do të ndikojë në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Ja ne bi navlegol u detaljna analiza. Unë nuk do të futesha në analiza të detajuara sepse këtu përmenden parti dhe numra. Unë vetëm do të them se ndikojnë. Njëra nga partitë humb një mandat, ndërkaq njëra nga partitë tjera fiton një mandat. Kujtojmë se paraprakisht KSZ pati hedhur poshtë ankesën e LSDM-s për vendvotimin numër 2011, por nga LSDM dorëzuan paditë tek gjykata administrative për vendimin e KSZ-s, pas çka administrativja vendosi që në këtë vendvotim të shkohet përsëri në zgjedhje. Komuna e Arcës kthehet të jetë vendimtare për fatin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Konkretisht në vendvotimin 2011 në këtë komunë do të ketë rivotim të dielën, ndërsa nga rezultatet e rivotimit do të varet edhe shpërndarja e mandateve mes partive maqedonase. Në teori, LSDM-ja mund të marrë mandatin e 4 të VMRO të PMN-s në njësinë e 6 zgjedhore, me çka të 2 partitë maqedonase do të barazonin mandatet me nga 50. Të dielën më 25 dhjetor, në vendvotimin 2011 në komunën e të Arcës do të ketë rivotim. Kështu vendosi mbrëm Këshilli pesantarësh I gjykatësve të gjykatës administrative, me çka pranoi padinë e LSDM-s ndaj vendimit të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, të cilët paraprakisht refuzuan ankesën e kësaj partie. Rivotimi në të Arcë do të jetë vendimtar për rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve, numrin e mandateve, por edhe për formimin e qeverisë së ardhshme. Në këtë vendvotim, LSDM synon të marrë një deputet nga VMRO dhe PMNE dhe të barazojnë shifrat me nga 50 deputet secila. Për të arritur këtë, LSDM-si nevojiten 307 vota, ndërsa në këtë vendvotim ka të regjistruar 714 votues, me përbërje të përzier etnike, por me dominim të shqiptarëve. Në zgjedhjet e 11 dhjetorit, në vendvotimin 2011 kanë votuar 404 persona, prej tyre VMRO dhe PMNE fitoi 91 vota, LSDM 87, Lëvizja Besa 65, PDSH 64, BDI 53, Aleanca për Shqiptarët 25, 2 vota për partitë e tjera dhe 17 vota janë shpallur të pavlefshme. Gjykata administrative 2 ditët e kaluara shqyrtoi edhe 4 paditë të tjera, 3 të LSDM-s dhe 1 të VMRO dhe PMN-s.
3 padite ngritura nga LSDM kundër vendimeve të KSZ-s, të cilat morën përgjigje negative nga gjykata, ishin po ashtu për njësinë e 6 zgjedhore, gjëgjësisht në komunën e Tearcës dhe komunën e Tetovës. Gjykata pranoi padinë e VMRO DPMNE-s për një vendvotim në Gostivar, por ky vendim nënkupton se nuk do të ketë rivotim në atë vend më 25 dhjetor. Konkretisht, padia ishte kundër vendimit të KSZ-s, e cila pranoi ankesën e lëvizjes Besa dhe vendosi që të prish votimet në atë vendvotim dhe të përsërisë zgjedhjet atje, por gjykata administrative pranoi padinë e VMRO DPMNE-s dhe shfuqizoi vendimin e KSZ-s, me çka pranoi rezultatin e 11 dhjetorit në këtë vendvotim. Formimi i qeverisë së re mund të zgjasë deri në muaj shkurt, madje edhe në gjysmën e dytë të këtij muaji. Pas vendimit për të përsëritur zgjedhjet në një vendvotim në Tearcë, të gjitha afatet për konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë shtyhen për 2 javë të tjera nga afati paraprak. Në gjysmën e parë të muajit janar mund të pritet vetëm konstituimi i kuvendit. Përsëritja e zgjedhjeve në vendvotimin 2011 në komunën e Tearcës ka shtyrë të gjitha procedurat dhe afatet si për konstituimin e përbërjes së re parlamentare, ashtu edhe për formimin e qeverisë. Sipas kushtetutës dhe kodit zgjedhor, kuvendi duhet të konstituohet në afat prej mos së voni 20 ditë pas përfundimit të zgjedhjeve, ndërsa 20 ditë pas konstituimit të kuvendit, lideri i partisë që do të marrë mandatin nga presidenti duhet që në afat prej 20 ditëve t'i propozoj kuvendit për bërjen e re të kabinetit qeveritar dhe programën për punën e qeverisë. Sipas këtij kalendari, afati për konstituimin e kuvendit shtyhet për mos së voni më 14 janar. Nëse kjo ndodh në ditën e fundit të afatit kushtetues, atëherë Maqedonia mund të ketë qeveri në gjysmën e dytë të muajit janar ose në fillim të muajit shkurt. Afati përfundimtar ligjor për formimin e qeverisë atëherë do të jetë 3 shkurti. Por edhe ky afat mbetet i pasigurt dhe vlen vetëm nëse qeveria formohet nga lideri i partisë së parë, të cilës presidenti do t'i jep mandatin për formimin e qeverisë. Por nëse dështon tentativa e parë për formimin e kabinetit qeveritar, atëherë presidenti i kalon mandatin partisë ose koalicionit të dytë me radhë për nga numri i deputetëve të fituar në zgjedhjet e 11 dhjetorit dhe i njëjti do të ketë 20 ditë shtesë për të propozuar kabinetin qeveritar, ku afati përfundimtar në këtë rast është 23 shkurti. Për votimin e kabinetit dhe programës së re të qeverisë nevojitet një shumicë parlamentare prej 61 deputet. Nëse rivotimi në Tearcë ndryshon rezultatet e zgjedhjeve dhe barazon numrin e mandateve të deputetëve të VMRO DPMNE-s dhe LSDM-s, atëherë kryetari i shtetit, cilës parti do t'i jap mandatin për ta formuar qeverinë? Kolegja jonë Teuta Buçi zhvilloi një intervistë të shkurtër me profesorin e të drejtës kushtetuese Bajram Polloshani. Ta ndjekim. Atëherë përshëndetje shikues, si që dëgjuam edhe më herët, gjykata administrative ka vendosur që të kemi rivotim në Tearcë. Rezultatet e rivotimit mund të sjellin edhe ndryshim të numrit të mandatëve mes VMRO-s dhe LSDM-s, respektivisht mund të vinë në një situatë ku VMRO DPMNE dhe LSDM të kenë numër të njëjtë të mandatëve. Në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë parashihet që presidenti i vendit ka për detyrë që në afat prej 10 ditëve nga dita e konstituimit të kuvendit, mandatin për formimin e qeverisë t'ia besoj kandidatit të partisë, përkatësisht partive që kanë shumicë në kuvend. Megjithatë, në Kushtetutë nuk sqarohet qartë se si duhet të veprohet në rast se vim në një situatë të tillë kur do kemi rezultate të barabarta. Për të sqaruar interpretimin e këtij ligji më mirë, në studio kemi profesorin e të drejtës kushtetute, zotri Bajram Polloshani. Zotri Polloshani, si duhet të veprojë presidenti në bazë të kushtetutës dhe ligjeve në rast se VMRO DPMNE dhe LSDM do të kenë numër të njëjtë të mandatëve? Ku duhet ja jap mandatin në këtë rast? Ashtu juve pikërisht në vetë pyetjen që parashtroni dhatë edhe një shpjegim konkret duke përshkruar dispozitën e 90 të kushtetutës, ku qartë përcaktohet se kujt i jepet mandati. Mirë, po në një situatë hipotetike, çfarë mundet me na ndodhë dhe me këtë përsëritje të votimit në një vend votim në njësinë e 6 zgjedhore, në pikpamje juridike do thosha është e mundur të arrijet një barazim i mandateve, edhe pse kjo është jashtëzakonisht vështirë që të mund të besohet se mund të vijë deri aty për shkak të
numrit të kufizuar të votuesve, tashmë që janë të njohur në atë vendvotim, unë dua paraprakisht të shpjegoj në mënyrë plotësuese se në nenin 90 të përcaktohet se mandati jepet atij kandidati të partisë apo të koalicioneve që sigurojnë vende në parlament më shumë mandate, kurse kjo gjë do të dihet jo sot për më ditën e konstituimit të parlamentit. Domethënë nga data e përfundimit të zgjedhjeve me shpalljen përfundimtare të vendimeve nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor, kjo mund të ndodhë nesër apo pas nesër, mund të ndodhë edhe sot, meqense ka përfunduar edhe procedurat ankimore, dhe nga i moment kur Komisioni Shtetëror Zgjedhor do të bëjë certifikimin e mandateve, do ta njoftojë kuvendin dhe prej atij momenti dhe 20 ditë duhet të konstituohet parlamenti. Parlamenti do të konvokohet më datën 20 ditë pas kësaj date dhe pas atij momenti janë 8 ditë kur njoftohet kryetari të nesërmen pas konstituimit që kryetari të domethënë deri atëherë ka mundësi edhe nëse janë tash mandatet në procedurë zgjedhore 50-50 nëse do jetë hipotetikisht, është mundësia e koalicionimit pas zgjedhor në momentin e konstituimit të parlamentit. Mandej përveç kësaj, jo vetëm atë ditë që mund të ketë ndryshim të pozicioneve të numrit të mandateve, duke bë koalicione, përpjekje për koalicionime më të gjëra, lëvizje deputetësh mund të ketë edhe më vonë. Por ne na intereson në fatin 8 ditor se kujt do të jep mandatin kryetarit dhe unë shpresoj se nuk do të jetë ajo gjendje 50-50 sepse subjektet politike të njërit blok Maqedonas por edhe të tjetrit në ndërkohë do të bëjnë përpjekje që të animojnë i tharë të programeve sepse kandidati për kryetar qeverie duhet paraqesë edhe programin në mënyrë që të mund të shkojë në animim të kuvendit për të marrur votat përkatëse, një shumicë absolute, 60+1 të duhet për të votuar kabineti i qeveritar, pra edhe kryetari i qeverisë. Zotri Pollozhani, pas këtij rezultati pavarësisht asaj se kush me kë do bëj koalicion, sa do jetë kjo qeveri stabile, sa do mund të zbatoj reformat dhe sa do mund të mbaj mandatin deri në fund? Ashtu pikërisht kjo gjithashtu është pyetje shumë e rëndësishme sepse neve më tani duhet jemi të kënaqur që ka përfunduar pas një krize shumë të gjatë, më shumë se 2 vjet e më tepër, që arritëm që të organizojmë në Republikën e Maqedonisë një proces të tërësishëm në zgjedhjet parlamentare me sukses, do thasha, me vlerësime pozitive anësore edhe vlerësime monitoruese, madje edhe në procedurat ankimore kanë qenë jashtëzakonisht numër i vogël i mjeteve ankimore, qoftë në formë të kundërshtimeve në Komisionin Shtetëror Zgjedhor, qoftë edhe me padi në gjykatën administrative dhe tashmë një rezultat i tillë i suksesshëm duhet na mundësoj që të vazhdojmë në drejtim të së ndërtimit të institucioneve. Fillimisht duhet konstituohet kuvendi dhe pastaj të zgjidhet edhe qeveria dhe këtu janë me rëndësi shumë edhe subjektet politike shqiptare, tashmë parlamentare, me votat e tyre në mënyrë që të mund të participojnë në koalicionime përkatëse dhe duhet shohin se me cilin blok politik Maqedonas do të mund të realizojnë synimet programore çfarë kanë pasur, por edhe synime tjera në drejtim të daljes së shtetit nga kriza. Dhe unë preferoj që kjo të ndodhe duke koalicionuar në qeveri stabile të qëndrueshme, sepse Parlamenti i Republikës Maqedonisë për çështjet kruciale, madhore, vendos me mazhoranca të cilësuara, që do të thotë me mazhoranca të 2/3, që do të thonë bita dhe të sa votat duhet për të kalu ligjet kruciale organike, madje edhe ndryshime kushtetuese po pat nevoja, por edhe ligjet që kanë të bëjnë me gjyqësori, me procedurat gjyqësore, por edhe me vetë sistemin gjyqësor, ligjet që kanë të bëjnë nga amandamenti 10 i kushtetutës që kanë të bëjnë me çështjet e gjuhës, e kulturës edhe të komuniteteve të tjera,
jo shumicës në Republikën e Maqedonisë, që do të thotë se subjekteve politike shqiptare e cila do qoftë që do hyjnë në koalicione, i konvenon të hyjnë në qeveri stabile. Dhe kjo qeveri stabile, sipas proporcioneve të mandate çfarë ka tash, nëse nuk ka lëvizje të përmasave të mëdha nga bloku i majt te i djathtë apo nga i bloku i djathtë tek i majti, duhet të pretendojnë në qeveri stabile të koalicionit të gjerë, ku do mund të siguroheshin mundësia për votime cilësore me shumicën e badenterit, do të thotë shumica absolute plus shumica e deputetëve nga komuniteti jo shumicës e Republikën e Maqedonisë, dhe ligje që mund të miratohen me mazhorancën e 2/3 mbi 80 vota, kurse kjo nuk është e mundur të arrihet. Qoftë me blokun e SDSM-s, qoftë me blokun e VMR-s, pa qenë në koalicion të dy parti me një mazhorancë të qëndrueshme, sepse nuk i ka VMR-ja mundësitë çfarë i ka pas deri tani, që vetëm me një parti shqiptare të arrije potencion për miratimin e ligjeve edhe me 2/3 edhe me shumicën e badenterit, por as SDSM-ja, LSDM-ja nuk ka mundësi me cilin do blok shqiptar të marrë në koalicion që të sigurojë këta mundësi. Prandaj preferoj që partitë shqiptare të ulen paraprakisht, të kanë kohë mjaftueshme të njësojnë pikpamjet qendrore programore në vija të trasha për çka do mbështeteshin njëra tjetrën, të hyjet në koalicion, të bëjnë një seleksionim të prioriteteve, të shkohet në një qeveri stabile, e cila do ishte koalicioni të zgjeruar, që do kishte një mandat të kufizuar, kësaj do t'i paraprinte një marrëveshje, si do një thoni Përgjino 3 apo në një marrëveshje tjetër, që ajo qeverit kishte një mandat të kufizuar 2 vjeçar, bile deri tek zgjedhjet prezidenciale, në mënyrë që deri atëherë të realizoheshin disa synime të përbashkëta nga raporti i Pribes, pastaj vazhdimi i mandatit prokurorisë speciale, ndryshimi i ligjit për gjykatat për të krijuar një dhomë speciale në departamentin në gjykatat penale, ose pse jo edhe eventualisht nëse do të ndodhë që gjykata kushtetuese të abrogoj pjesë të ligjit për prokurorinë speciale, dhe duhet gjithashtu të arnohet, do thasha, i ligjet që të mund t'i përshtatet kushtetutës nëse do na ndodhte një gjë e tillë. Sidoqoftë që ta përfundojmë, domethënë bloku politik shqiptar duhet të gjejë forca, të marrë përgjegjësinë dhe të ketë synimet për qeveri të koalicionit të zgjeruar, me prioritetin e çështjeve, ku do ishin edhe çështjet përgjithshme shtetërore, por edhe çështjet nacionale, kombëtare, shqiptare, duke bërë një radhitje në një dinamik kalendarike që të munden bashkërisht të çojnë këta proces. Ani pse ndonjëna nga partitë shqiptare do mund të mbetej në opozicë sa për të korrektuar, por kur do vinë ligjet nga substanca që ka të bëjë shtetërore kruciale dhe nga substanca nacionale e kombëtare shqiptare, do të mund ta kishin përkrahin. Kjo do të ishte rruga më e mirë edhe për dal nga kriza, por edhe për zhvillimin e demokracisë parlamentare në Republikën e Maqedonisë. Zot Tripollozhani, faleminderit që ishit me ne në studio dhe që elaboruat më gjërësisht ligjin për formimin e qeverisë. Qefshimenderi, faleminderit edhe juve. Zëdhënësi Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby në seancën e djeshme të rregull deklaroi se SBA është shqetësuar për shkak të tensioneve të rritura politike në Maqedoni pas zgjedhjeve parlamentare të 11 dhjetorit. Shtetet e Bashkuara, tha ai, dënojnë retorikën provokuese nga disa udhëheqës politik që bën shkas për nxitjen e sulmeve ndaj institucioneve demokratike dhe ambasadorëve të akredituar në Maqedoni. We are concerned about heightened political tensions in Macedonia following the December 11th parliamentary elections. Ne jemi të shqetësuar për shkak të tensioneve të rritura politike në Maqedoni pas zgjedhjeve parlamentare më 11 dhjetor dhe dënojmë retorikën provokative nga disa lider politik duke i sulmuar institucionet demokratike dhe ambasadorët e akredituar në Maqedoni. U bëjmë thirrje liderëve politik që të ndërpresin sulmet, të respektojnë proceset demokratike dhe të lejojnë formim të qeverisë stabile dhe kredibile, kushtuar sundimit të drejtësisë, përgjegjësisë dhe lirive themelore. SBA është e gatshme të ndihmojë një qeverie të këtillë që të arrihet qëllimi afatgjat për integrim euroatlantik.
Ish-kryetari i Kuvendit Maqedonisë Stojan Andov në emisionin Arena ka kritikuar fjalorin e Nikola Gruevskit në paraqitjen e tij të fundit, duke thënë se me atë fjalor ka dëmtuar Maqedoninë në raport me aleatët ndërkombëtar. Se përket qeverisë, Andov tha se opsioni më i mirë është formimi i koalicionit të zgjeruar mes gjitha partive parlamentare, por se një gjë e tillë është vështirë e realizueshme. Kriza politike dhe publikimi i bombave nga ana e LSDM-s ka ndikuar që VMRO-DPMN-ja t'i humb 12 deputet. Kështu u shpreh ish-kryetari i Kuvendit të Maqedonisë Stojan Andov në emisionin Arena në televizionin Shenja. Duke komentuar fjalimin e fundit të Nikola Gruevskit, Andov tha se ai fjalim ishte i keq për të, për partinë që e drejton ai, por edhe për Maqedoninë në përgjithësi. Govorat mu beshi kako da raskinuam e një. Fjalimin e kishte në sensin që ne shkëpusim lidhjet me miqt tan me të cilët punojmë bashk, ku dhe si do të jemi. Theks të tillë kishte. Nëse shkëput lidhjen me ambasadorët, ai e bën këtë me shtetet e tyre. Dikush do të duhej t'i sqaroj se ekzistojnë doracak për protokoll diplomatik dhe konsular ku shkruan qartë kush kë e përfaqëson, si fitohet e drejta të bëhesh ambasador. Sa i përket formimit të një qeverie në Maqedoni, Andov tha se opsioni më i mirë do të ishte formimi i qeverisë së koalicionit të gjerë, në të cilin do të merrnin pjesë gjithë partitë parlamentare, por vlerëson se ky opsion është vështirë i realizueshëm. Druga solucia e da se napravi vlada. Zgjidhje tjetër është të formohet qeveri, ndoshta e shumicës ose qeveri e pakicës, kur partia më e madhe nuk ka vetë 61 deputet, por bashkë me parti tjera të mund të formojë qeverinë e ashtu quajtur të pakicës, kur edhe partitë që nuk do marrin pjesë në të, do të mbështetsin atë. Ide të tillë dëgjova nga Besa. Edhe pse në një farë mënyrë formimi i qeverisë së ardhshme varen nga vullneti i partive shqiptare, Andov tha se çështjet e hapura të shqiptarëve nuk duhet të shihen në prizmin e ndarjes dhe kushtëzimit për formimin e qeverisë, edhe pse sipas tij nuk ka pasur vullnet politik nga ana e VMRO-DPMN-s për zgjidhjen e çështjeve të shqiptarëve, por duhet të dokumentohen kërkesat e partive shqiptare për problemet etnike dhe të rishikohet kushtetuta. Asfaltimi i bulevardit John Kennedy do të bëhet pranverën e ardhshme pikërisht në kohën kur edhe do të jenë zgjedhjet lokale, gjë që e deklaruan edhe qytetarët për televizionin Shenja. Nga qyteti i Shkupit thonë se kjo bëhet për shkak të kushteve të motit, megjithatë vetë kreu i qytetit Goce Trajanovski që në qershor pa deklaruar se punimet në këtë bulevard do të përfundojnë në shtator të këtij viti. Qyteti i Shkupit ka pranuar se bulevardet në vendbanimet shqiptare që janë në kompetenca të tij do të përfundohen në prag të zgjedhjeve lokale. Këtë nga qyteti i Shkupit e kanë thënë edhe në reagimin e dieshëm që e kanë dërguar në televizionin Shenja për kronikën e cila flet se pas përfundimit të zgjedhjeve janë ndërprerë dhe punimet në bulevardin John Kennedy në komunën e Çajirit. Këtyre ditëve në terren punohet në busetën që lidh kanalizimin atmosferik që ekziston. Për shkak të kushteve jo të mira klimatike dhe temperaturave të ulta, asfaltimi i rrugëve do të bëhet në pranverën e ardhshme. Në muajt mars ose prill do të duhet të mbahen zgjedhjet e rregullta lokale. Në prononcimet për televizionin Shenja, edhe vetë qytetarët kanë deklaruar se autoritetet punojnë vetëm në prag të zgjedhjeve, ndërsa edhe kjo rrugë do të përfundohet në atë kohë. Po gjithmonë Maqedoni që është para fushatës. Grin kanalizimet, çdo gjë në rrugë, edhe mandej i lanë ta shohim çka po përfundon. Në muajin qershor, kur filloi rinovimi i kanalizimit në bulevardin John Kennedy, kryetari i qytetit të Shkupit Goce Trajanovski deklaroi se ky projekt do të përfundojë për 3 muaj. Sipas marrëveshjes, punët ndërtimore duhet të përfundojnë për 3 muaj. Megjithatë, morëm një premtim se kompania do të punojë në mënyrë më intensive që të mund të përfundojnë punimet ndërtimore deri në fillim të vitit shkollor. Kjo është deri më 1 shtator. Në qoftë se punimet do të përfundonin sipas parashikimeve dhe deklaratës së kryetarit të qytetit të Shkupit Goce Trajanovski, atëherë ata do të duhej të kishin përfunduar para 3 muajve, respektivisht në muajin shtator. Por edhe sot e kësaj dite, bulevardi John Kennedy është i përgjysmuar. Edhe pse është njëri nga më të frekuentuarit, ai nuk mund të kalohet me lehtësi dhe shkakton kaos në komunikacion. Nga qyteti i Shkupit deklaruan se për këtë projekt do të ndajnë 23 milion denar.
Rezultatet e hulumtimit të realizuar nga Instituti për Shëndet Publik thonë se konsumimi i duhanit shënon rënje tek të rritë moshës 15 deri 16 vjeçare, se përket përdorimit të alkoolit, varet dallimi i madh tek të rritë bashkësive të ndryshme etnike, ndërsa shqetësues është përdorimi i sedativëve që në moshë të re. Këtë hulumtim Instituti për Shëndet Publik ka realizuar duke anketuar gjithsej 2430 nxënës të shkollave të mesme në mbar vendin. Instituti për Shëndet Publik ka publikuar rezultatet e hulumtimit mbi përdorimin e substancave psikoaktive tek të rinjt, ku janë përfshirë edhe përdorimi i duhanit dhe alkoolit. Silvana Onçeva tha se numri i të rinjve që kanë konsumuar duhan ka shënuar rënje në krahasim me rezultatet nga hulumtimet paraprake. Sa i përket përdorimit të alkoolit, vërehet dallimi i madh tek të rinjt e bashkësive të ndryshme etnike. Albancite i turcite. Edhe më tej shqiptarët dhe turqit kanë shumë pak kontakt me alkoolin në këtë moshë, për dallim nga pjesëtarët e komuniteteve të tjera. Megjithatë, vërehet një rënje e vogël e nivelit të përdorimit të alkoolit tek të rinjt. Gjithsej 57% nga të rinjt kanë konsumuar alkool të paktën një herë në jetë, ndërkohë që në muajin e fundit kjo përqindje është 38%. Hulumtimi në fjalë është bërë në kuadër të projektit të Asociacionit Evropian për hulumtimin e përdorimit të alkoolit dhe drogës tek të rinjt ESPAD. Krahasuar me vende tjera, në Maqedoni është posaçërisht shqetësues treguesi për përdorimin e sedativëve. 14% nga të rinjt e moshës 15 deri në 16 vjeçare kanë shfrytzuar sedativ me udhëzim të mjekëve, ndërsa rreth 11.5% nga të rinjt kanë shfrytzuar sedativ pa udhëzim mjekësor, pra në të zezë. Kjo shënon rritje në krahasim me hulumtimet e mëparshme. Nëse në vitin 1999 kjo përqindje ishte 6.8%, tashmë është mbi 11%. Hulumtimi është bërë gjatë vitit 2015 në 82 shkolla të mesme në gjithë Maqedoninë, ndërsa janë anketuar gjithsej 2430 nxënës të moshës 15 deri 16 vjet. Aparatet për matjen e nivelit të ndotjes ajrit në Shkup mbrëm kanë shfaqur shifra alarmante për praninë e grimcave PM10. 981 mikrogram në metër kub ka shfaqur stacioni matës tek rektorati, ndërsa 559 në lagjen Lisiqe. Nga Instituti për Shëndet Publik thonë se kjo është pasojë e ndërtimeve të shumta dhe urbanizmit të qytetit, numrit të madh të automjeteve, por edhe ngrohja me drunj gjatë periudhës së dimrit. Megjithatë theksohet se problemi është shumë dimensional, andaj edhe qasja e drejtë zgjidhjes së problemit duhet të jetë e tillë. Nga Instituti për Shëndet Publik apelojnë që gjatë periudhës kur ka ndotje ekstreme të ajrit të shmanget qëndrimi jashtë apo të përdoren maska për frymarrje. Rreth 28% e shqiptarëve janë larguar nga shtëpitë e tyre në vitin 2015, tregon studimi ndërkombëtar. Policia gjermane është vënë në kërkim të një të riu tunizian i dyshuar për sulmin në tregun e Krishtlindjeve në Berlin. Vazhdojmë të lajmet. Raporti i publikuar nga Forumi Ekonomik Botror tregon se rreth 28% e shqiptarëve janë larguar nga shtëpitë e tyre në vitin 2015. Me këtë përqindje kaq të lartë të larguarve, Shqipëria renditet e dyta në botë bashkë me Jamaikën. Në vendin e parë renditet Bosnjë-Hercegovina, ku 1/3 e personave që kanë lindur aty tashmë janë jashtë vendit të tyre. Në një studim i kohëve të fundit nga Agjencia e Kërkimeve PEU, duke përdorur të dhënat e OKB-s në 2015, tregon se 9 vende kanë humbur 1/5 në popullsisë së tyre, që do thotë 20% e popullsisë këtyre vendeve janë larguar. Ndërkohë 1/5 të lindur në popullatën e Kazakistanit, Sirisë, Trinidad e Tobago, Maqedonisë dhe Portugalisë jetojnë në vende të tjera. Në disa raste arsyeja është e qartë. Konflikti apo rreziku fizik janë faktorët që detyrojnë njerëzit të largohen. Të tjerë lënë vendin e tyre duke kërkuar mundësi më të mira ekonomike. Raporti argumenton se emigrimi mund të ketë efekte të rëndësishme demografike.
Policia gjermane është vënë në kërkim të një të riu me origjinë nga Tunizia i dyshuar për sulmin në tregun e Krishtlindjeve në Berlin. Media gjermane kanë raportuar se në kamion janë gjetur dokumentet e dyshuarit të mundshëm të lëshuar në emër të Anis A, i lindur në vitin 1992. Në lajme theksohet se në kamionin me cilin u krye sulmi në treg janë gjetur dokumentet e të dyshuarit të mundshëm të lëshuar në klevet të North Rhine-Westfalia në emër të Anis A. Më të shtohet se i dyshuari ka përdorur emra të ndryshëm. Nga sulmi i kryer të hënën, jetën humbën 12 persona dhe 48 të tjeru plagosën, prej të cilve 18 përfunduan me plagë të rënda. Menjëherë pasi kamioni ndaloi nga turma e shtypur, policia ka konstatuar se bëhet fjalë për kamion me targa polake. Në vendin e bashkëshoferit u gjet një trup i pajeti një personi, po ashtu nga Polonia. Menjëherë pas sulmit u arrestuan një pakistanez, por të martën u lirua në mungesë të provave. Të paktën 36 persona kanë humbur jetën ndërsa 70 janë plagosur në serinë e shpërthimeve që ndodhen në një treg për piroteknik në Tultepec në Meksik, njoftuan sot autoritetet meksikane. Autoritetet lokale theksojnë se midis të lënduarve ka edhe fëmijë me të djegura, të cilat përfshin rreth 90% të trupit të tyre. Tani për tani nuk dihet çka e ka shkaktuar shpërthimin e parë. Policia dhe ekipet e shpëtimit deklaruan se shpërthimet ishin aq fuqishme saqë muret e objekteve ku janë ruajtur mjetet piroteknike praktikisht janë shkrir nga temperatura e lartë që është krijuar. Autoritetet theksojnë se do t'i gjejnë dhe dënojnë personat përgjegjës dhe do të ofrojnë ndihmë financiare për njerëzit të cilët mbetën pa të afërmit e tyre. Zyra e prokurorit përgjithshëm federal ngriti hetim, ndërsa në njoftim citohet se në treg kanë njehuar 6 shpërthime. Nga shpërthimi janë shkatruar më shumë se 80 banesa si dhe shtëpi në rrethin. Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja kanë thënë se do t'i ndalin shpimet e naftës dhe të gazit në pjesën më të madhe të Bregdetit të tyre në Arktik, në një lëvizje që qartas konsiderohet parandalimi i zhvillimeve në rajon nga presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump. Këto aksione dhe aksionet paralele të Kanadas e mbrojnë një ekosistem unik dhe të ndjeshëm që dallon nga çdo rajon tjetër në botë, në tokë, pra tha mbrëm vonë presidenti amerikan Barack Obama. Grupet e mbrojtjes ambientit kanë mbështetur këtë lëvizje duke thënë se shfrytëzimi i ligjit nga periudha e vitit 1950 për ndalim do ta mbrojë në mënyrë të përhershme bregun e Arktikut. Këto grupe kanë theksuar se presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump i ka mbruar shumë mbështetës të shpimeve në kabinetin e tij. Megjithatë, Eric Milito, drejtori i Institutit Amerikan të Naftës, tha se nuk ka gjëra të tilla si ndalimi i përhershëm dhe ka theksuar se industria do të punojë me administratën e Trumpit për ta kthyer vendimin. Tu dhe do përmbyllëm këtë edicion qendror të lajmeve të ndruar shikues, faleminderit që ishit me ne dhe mirupafshim.